Çfarë nuk prisni? Që t'ishim kaq të afërt sa jemi bërë. Po ju bashkë keni qenë shok? Kemi qenë shok, por Kaloni të kohë me njëri tjetrin. sigurisht, Keni pas bërë xhiro për makinë. gjithkohës. Kemi ndete bizneset e njëri tjetrit, unë kam ndete lokali i tij, ai ka artë dyqani. Realisht. Keni shkëmbujë një pruthje, gabim s'po i hyj masaj. Po kjo gjëja këtu brenda ne po e Ina, rregullon mikrofonin. Jo, besoj e ke problemin lart. po thoja. Kjo gjëja këtu brenda, sipas perceptimit tonë, po merr një trajt pak më ndryshe për sa i përket ndjesive tona. Edhe unë doja që të bisedë fillimisht jo se të detyrojmë një shpjegim, po nuk ndihem unë qetë me veten time kur të shoh dhe ty në një shtëpi me ne. Dhe ne rrim gjithkohës bashkë, prekim duar, të flasim. Unë nuk e di, se në vedien time dhe me sa më ka shpjeguar Kesi, ju e keni mbyllur marrëdhënien tuaj. Kesi s'm ka dhënë akoma një shpjegim se pse i ngeli hatri me mua. Përdor justifikim, ndoshta ta ka thënë se më ty fletë çik më shumë, mua më tha rri me Kristin. U kujtua pas një jave, pasi kishte bërë dhe surprizën e tjerë, nuk më qëndron si argument, se unë me Kristin kam ndjenjur përpara se të vija të rria me Kesin këtu, për të vërtetë se unë kam ndjenjur në akvarium, besoj e ke parë. Unë ja kam thënë atij që Kristin duket super lojtar i mirë këtu, është një nga banorët më të fuqishëm këtu brenda. Ja kam thënë kur kemi qenë te darka, nuk e di sa e ke ndjekur, që bëj të njëjtën gjë që bëje kur ishim në program, që intimidoje njerëzit, thjesht me praninë tënde. Pra nëse ti je shef që unë nuk duhet të rri me Kristin, po imagjin tënde. Nuk e di shumë të bisede me Kristin, se s'më përket.